Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një 70 vjeçare, e cila kërkon të reagoj pasi ka parë të bien e saj përpara disa ditëve, Alketa Lazaj, këtu në live me Odetën. Një 44 vjeçare që ngriti shumë akuza ndaj nënës, ku kaloi çdo lloj kufiri. Dashuri nuk ishte, por kishte vetëm urrejtje për nënën. Nëna e saj kërkon të jetë sot këtu me mua, por përpara se ta apritaren dhe ta ftoj të 70 vjeçare, dua të kujtoj momentet kur Alketa Lazaj, 44 vjeçaria, ka qenë në live me Odetën dhe ka treguar momentet më të vështira që ka pasur në jetën e saj. Unë gjithë problemin që kam vetëm me nënën time. Ma pasën që 15 vjeçë, drogaxhie, janet, çfarë thoshte. Unë po them 97 ka qenë shtetërimi në orën 7 do të ishin gjithë brenda. Ai më nxitën në 2 të mërkur, po me qenin e vogël për dorë, shkoja deri në Aldem te halla. Ecja në përtenda ma bëshi lumba. Unë ish burrë kishim ku të shkonin, do kemi ndonjë 3 muaj në Tarat. Pallate të lagja. Derisa kanë bërë namin komshit, çanta fëmijë që i vini këtu në Tarat. Me gjithë këtyre të zezave, unë ngela me banë me ishburin tim. E më ka ishu me zorë, më ka quar me dhunë në klinikë, më kanë vdekur në t'i qorat të parkë. Që unë i kam praksishive, do më thëmë edhe ato lëvizjet e fëmijës atërë. Nësa me vajnë asë për vdekjen e babit nuk kam folë. Unë kam dë një në hostel, kur më vdiq babi, edhe nga Italia, dhe rja në hostel, se s'kisha kuria. Të shofë që të zgarraditu në tokë, nuk kam. Se ku kisha lek më zhvati, më ropi, më piu gjaku me pip. Dhe mua dhe ti babëstime dhe vlajti me pip e ka pi gjaku. Besoj që aty 6 muajt burgut kanë qenë të merë për ty izolimi. Jo, fare, absolutisht. Nuk e kam probleme. Unë për mua gjithë më ka qenë e rëndësishme që njeriu të jetë mirë me shëndet. Nuk kam pas asë vërë, kam kaluar shumë mirë atje. Burgu është burgu, ma më trëm burgut. Ty po të të gjej për herë të parë që thua jo isha shumë mirë në burg. Po më të dit, se shpërqesh. Burgu është i frikshëm. Nuk të them to, do më të me të anë ku ka. Odeta kam kaluar ai shumë gjëra në jetë nga kush, nga shpirti që du të ambërë të një ta. Ti bëra të gjëra sa mua këto gjëra në duar të vogla, sa ti nuk e ke. Ti nuk ke asë të lloj dashurie për atë nëne, vetëm urrejtje. Nuk kam më, e dita kam dashur deri vonë kam dashur shumë. Nuk kam më se më ka lodhur. Nuk kam më nerva të merrem me atë njerëz, e kupton? Më ka lodhur deri në atë pikë sa nuk u mban më shpirt. S'kam çfarë të them më. Një palmbasje si më e mend nga nëna ime. Edhe një palpuç që mi dha një herë, që më pëlqyen. Mua mi ka shitur 90.000 lekë, që kishte bler, kishte 6 muaj që mbante. E dëgjuam të 44 vjeçare e cila nga fillimi deri në fund të live-it vetëm grinte akuza ndaj nënës dhe dukesh që ishte mbushur me urrejtje. Nëna e saj sigurisht nuk është ndjerë mirë kur ka dëgjuar të bijën. Ato prej kohësh nuk kanë një marrëdhënie të mirë me njëra tjetrën. Sot 70 vjeçaria kërkon të jetë këtu me mua për treguar versionin e saj, për treguar çfarë ka ndodhur në jetën e të bijës dhe pse Alketa sot është në një situatë rruge. Por gjithë meraku i saj është që imazhi të jetë mbuluar, pasi nuk do të identifikohet, kështu që unë i kam premtuar që do të jetë me imazh zbuluar, hap dritaren dhe e ftoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, juve si jeni? Mirë, më ke telefonuar, më ke dërguar shumë mesazhe dhe kërkonit që të ishit me mua për shkak të asaj që dëgjuat pas akuzave të rënda të vajzës tuaj. Jo, nuk dëgjova, Odeta. Mua faktikisht i thashë dhe sekretares tuaj, dje në mëngjes, po pardje në mëngjes, më ka ardhur Mbesa dhe më ka thënë një shoqja e saj, Mbesës, që mami jot ka bërë një intervistë me Odetën. Të paktën shtëpinë e dinte Alketa e para. E dyta numrin e telefonit të gocës e kishte. Kështu që ajo duhet t'ia jepte të paktën të gocës. Edhe një nga statit që dërguar këtu ke shtëpia, se unë në shtëpi jam pensioniste, plus që punoj vetëm natave, darkën në një klinikë private, mbaj 4 plaka të smura. Alketa është e rritur, kërkoj që ti ishte në live me Odetën, për problemet e saj dhe sinqerisht unë u shokova kur ajo tregoi jetën e saj dhe denoncimi që bëri ndaj jush. Në momenti që ka qenë në live me Odetën, shtëpia ka qenë e kyçur dhe ti ishe në Francë. Jo, unë isha në shtëpi, kam ardhur me 3 mars.
Bajamen. Qandej dhe kam takuar Ketin në lokal, i kam thënë nuk e di fare, po me që ajo ka ardhur këtu ka bërë veprimin e gabuar, bashkë me personin që hapi derën, ajo kishte që në ose që kur edhi soldi roba aty që dorën nga shtëpia, unë nuk e kisha takuar, se shpesh e nxjerrin nga shtëpia me qeras, plus që pi shumë. Ja, zakonisht. Mund të më lejosh të pyes? Po të flas, po si patjetër. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe Alketës? Pse është kjo urrëtie kaq e madhe në shtëpi? Dëgjoj Bajamen. Alketa që 2 vjeçe ka qenë me i vite të fikës. Unë nuk e dija kur është fejuar kunata ime, bile në rrugë i ka rënë një jetë të fikës Vjerit dhe Vjerës, se atë ma ka rritur Vjera dhe Vjeri. Në 7 vjetë unë kemi rritur bashkë. Kjo është e vërtet vetëm, që kam qenë atje. Edhe kur fejuar kunata, kjo ishte 2 vjeç. Unë bile isha shazane me vinjakët. Edhe mi ka rënë të fikët gosës në koridor, të gjitha gratë që kishe nardë, dhe unë në atë po isha putur në toalet, po falë për shprejen, dhe nuk hapja do derën nga ajo që më dridheshin duar. Me gjitha të dola, e mora gosën e bura në krevat, doli plaku shkëndjevi, se ka qenë një paqefshëm dhe i me depresion, edhe i më shoq ka qenë me depresion, dhe se sot Alketa, ti mund të shkosh shumë mirë të Spitali 5, tuaj Fatmi Lazaj, më jep që diagnozën e Fatmit, dhe do ta marrësh. Alketa nuk pranon të shkoj të vizitohet, e kupton? Dhe mulon me pijen që pi, së mundje. Nëse, edhe doli plaku shkret nga dhoma e tij dhe i tha të shoqes, muaj mënyre, e shikon ta të thash atë shkollën në ata mjeku, sa ti bëm një zhe. Çfarë të do babi tash unë të pse do t'ja bëj e zhen? Sa në karon dhe një të vitet në rrugë, sa tash unë çoj unë vizitoj, po Vjera ka qenë që egoiste të drejtën. Edhe nuk e pranonte që Alketa ishte smosh. Nëse i kupja punë. Morëm shtëpi erdhëm këtu dhe solla plaçka këtu ku jam tani ke Sirikodra dhe shkova të mira Keti. Plaka sa më pa po ti ta se dhe ta shumë por Keti. Çfarë Keti dy do marrësh ti ta sa do të ta ndaj unë ta dashkë ti varësh çesin çasta 300 vinjakët. E kupton? Të gjë më tregoj dhe Alketa në fakt që më ka rritur gjyshja, jo nëna. Gjyshja, ajo që e rritim, mama e burit tim. Po, Vjera i Po, Vjera, aty ka qenë dhe njerë ka e Vjerës bile, do kitoj si ta një që se hadoj kur dhe jam bërë pishman në deta, nuk di që atë që se kam rëdhyrë, po ne dhe më bërpare nuk ishim ka shkur ajo sa kam të të reja sot. Që unë jam 69 një mush në maj, e kupton? Unë kam qenë atëre një 32 vjeqa. Ju po më tërgoni që Vjera ta ka mbajtur me forcë Alketën? Për zotin, më të gajam jam pyet këtë duash, edhe në lagje gjitha. Kur ka ardhur Alketa këtu, nuk e njiste njërise, dhe në plazh mua më thithë vetëm 2 orë, ne rinim 1 muaj në plazh, 15 dush, 15 stator, ajo i ndjedh të gjëra tani pasi ka vdekur i më shoq, se po t'ishe përpara, nuk fliste dot, se kisha bishëntar murrin, e kupton? Dhe ka bërë veprime ndaj tim shoqi ka marrë lekët në rëmbente hikse se ky shteti ka qenë smur. Odeta nuk di çfarë të thotë Bajamja. Të lutem, e dashur Bajame, vajzës si ra të fikë Alketës kur ishte e vogël, me çfarë u diagnostikua Alketa? Desha ta vizitoj, nuk më la Vjera. Nëse u bë 7 vjeç i ka mora në shtëpi, u ktheva për ta marrë nuk më la, se ishte 2 vjet më e madhe nga binjakët. Dhe bëdhën se ka binjak 2 të dytët. Edhe më tha mua çfarë përshaj dhe i tash mua Ketin njau, pa Ketin në ndambaj unë. Edhe i thashë mama, ko do martosh djarin, dhe thashë unë të vidu sa tjetër dhe më shpreu jeshtë, dhe kërë ishte që rëmë mos të vija tje, kërë është kakashve. Edhe në atë ko, unë dola duke qarë, më kapi për qape njërë ka e saj, edhe më tati që nëna ta mos qajpa, se ta maj mënyra në tjeti ta, që ka vdekur vim muri dhe në që shumë në disha i, shtator në morë shpi. Po kështu më flanë, kështu të toti, da shumë, ja më të regori tash, më falë për shpejem, për paritën e da shumë. Ka nga leta se është e mërzditur, për mirë i ka, edhe ato shpi, tash ti më shoqet, tam nga mëj, tash nuk e mora nuk badaj, tash më shko më reti. Mi po dhe kuj, i shveti ka qenë shumë i mirë dhe si njëri, nuk ja prishte prindërve. Ato shumë e ka dashur jati, ti më shoqet, faktikisht të drejtën. E nëjse, si përfundim, erdhëm tu, e mbaqë atje, kur e vinde e zilte ke mua 1 orë, të da zhvisht dhe dhja mërë të robat me vete, edhe unë do t'i pisha robat e mija, që i kisha beru për këtu.
edhe në plazh Vasile vetëm 2 orë e merrte dhe ikte. Domethënë Alkita nuk ka dashuri as për dy binjakët, as për mua. Sepse ajo që nga rritur me gjyshen dhe gjithë dashurinë është rritur me gjyshen dhe gjithë dashurinë e ka për gjyshen e saj. Të komplet. E di gjithë shkalla, e di gjithë lagja. Por e kuptoj që Vjera ta ka mbajtur në një farë mënyre me të dashur, e ka dashur sa s'ka më kushkoj se nuk e hedh poshtë dhe se ka më zopi si për bikok. E ka dashur, ma ka mbajtur në mënyrë të përsosur, sa dhe me këpuc porosina ato ka. E qartë, edhe me këpuc me porosia bënte. E ka dashur shumë, e ka mbajtur shumë mirë, e ka përgrelur kjo që e vogël Odeta ka pas një vesë jashtëzakonisht të keq, e ka pasur këtë presionin. I thoshte plakës shkret, ti plek se ura në balkoni. Atë plaka që ti jepte. E kupton? Këtë gjë e bëri dhe ke mua kur vinte. Një plek thoshte se do lidhem nga balkoni, do i thosha unë, edhe shkoja nga mbrapa, se unë e kam fëmijën, vinte keq. Shkoja nga mbrapa dhe rinte kështu. Më thosha unë s'po dhe zonën aty atë. E kupton? Edhe këtë që bën, kjo i do vetëm për lekë që thotë dua të shkojnë në shtëpinë time, kjo do lekët e pjesës së saj, nuk do shtëpi. Ndërsa unë po mundohem, kam kaq kohë, kam e muaj të tëra pas se vinte kjo. Edhe me gotën e kemi bizetuar sepse e kemi bërë që paguajmë qira, nuk ja dalim dot. Dua të shes shtëpinë tu, bilet, se shikosh telefonin tim vetëm agjencira ka. Dua të pyes. Pavarësisht se Vjera e rriti me shumë dashuri vajzën tuaj, duke mbajtur në bollum të dorës, aman ti humbe dashurinë e saj dhe ky është gabim më i madh. Shumë i madh, unë nuk ja fal vetes Odeta. Se edhe sa herë jam më pishtan sa më thoshe buri, po lori të ma betan i thoshe dhe nuk se vite pas. Çfarë moshe e ke marrë Alketën në shtëpi? Si? Çfarë moshe e ke marrë Alketën? Jo me se ka marrë fare unë. Fare nuk e ka marrë. Alketa vinte ikte. Nuk është e ka marrë unë Alketën. Nuk e ke rritur unë Alketën? Nuk e ka marrë fare. Jo. Ku ta jepte Vjera Alketën moj. Nuk ta jepte ajo dhe pse u bë 13, 14, 15, Alketa vinte tu ikte dhe vinte tu. Nuk ishte domethënë një qëndrim ke mua dhe hajde. E kupton? Ishte ajo që e vogël ka qenë e dhunshme, edhe në shkollë sta vjeçare që ka qenë ke lidhja për Izraelin, mësuesin i ka qelluar një mësuesit me çu me sirtarësh. Sa që punati shkoj ke shkolla me që ishte mësuese poli me ata dhe donin ta bëjtonin që këta shat, pastaj marrë klasën e 8 ku diun atë klasën e 9 nuk si ka qenë në ato kohë. E futëm ke shkolla Partizani se kisha unë një komshi këtu në katë 3. Edhe atje Shamate sa kjo komshia i thosha aman nuk na përjasoni se kam shumë të mirë të jam në falja një e këte andej e kam komshia në shqiptar. Njëherë bile edhe kur është shpejuar me këtë që në fillim fare Odeta që ka pas hallën mësuese gjuhë në shkollën e baletit. Po, ma tregoj që ka patur një histori dashurie me balerinin e njohur. Akoma duket ishte në shkollë, vazhdonte koncertet si i bonin ato, domethënë për specializim. Po diun se si i bonin se s'ka mëra shpell ke puna edhe një herë, 2 herë. Edhe e merr në telefon se unë kam pas telefonin për të shoqën në shtëpi që në kote nderi. Do qiti thotë të kam parë në ëndër se duke pi cinale, mos u ke tratuar. Jo, i thotë kjo. Ka ardhur dhe kjo i ka treguar më fal. Se është mua më vjen dhe kjo se kam fëmin tim, në dhëm shpirti se s'kam më të shkoj. I tregon shenjat në qaf që kishte përdorur babi gocës. Edhe kaq. Ti po më tregon që vajza juaj e tradhoi. Po. E di vetë ajo. Ky ishte edhe shkaku i ndarjes me të dashurinë e parë. Kjo ishte një dashuri e përfundoi. Alketa më tregoi që u fejua me shokun e lagjes dhe mbeti shtatzën dhe ju tentuat dhe arritët të bëni ta dështonte. E dëgjova budalliqet asaj i kam dëgjuar të gjitha bajamja. Në fakt të ditën e diel me gjithë gocën dhe me gjithë djalin. I kemi dëgjuar të gjitha. Prandaj desha që të takoja nga afër me gjithë vajzën e saj, se mos ta bile, edhe komshia ka ti pa katës, do ta bajam me ta të flasësh me Odetën ta, më thirr dhe mua pa të vita. Të kuptoj një qartë. Të tregoj dhe ajo, sa ajo ka pas shoqja Alketën. Dhe kur më tregoj mua ajo disa gjëra ka thuar, ka shumë ti ku i di, se ta po me Alketën sa kam që shoqja se një bie diferencë duket se kam njëra tjetër. Edhe më tregoj shumë gjëra, saqë edhe atë ka dashurati këtu në qeshor më duket.
Uzume të jem këtu në shtëpi, unë isha ke i mbirë, se isha pa qef dhe shkova për një kontroll atje të zemrës, edhe kisha ardhur këtu dhe ishin zënë të dyja me Besën, që unë e kam rritur Besën 40 vjeç, që faktikisht e kam marrë. Ajo po tjetër aq e dashuruar, mbaq si thotë që më ka hequr fëmijën e këtë, po pse s'majti këtë tjetër? Se mirë mua ma mori me zor vjera ime dhe e di gjithë pallati 64 dhe nuk ma dha. Po kjo pse s'majti këtë tjetër? Po, edhe donte ta shiste bile. Bajame, unë të mi kuptoj, vajza mbeti shtazani një moshë të vogël, ndoshta ke dashur të mirën e saj dhe ke menduar të bëj një abort, por ajo që më bëri përshtypje dhe më preku, ishte momenti kur Alketa tha unë flia në Tarac, se nëna nuk më qaste në shtëpi. Dhe gjë Bajame. Në kohën që kjo, dhe thoshte po rike nëna, e gjyshja. Në atë kohë kjo rinte me tjatin e gocës, në majtë të Tarazës nuk zja gjë shpiti motët, se unë e dje ke vjera. Në vjen vjera një ditë e këtu, edhe më thotë e diti, thotë që Alketa thotë që Tarazë, pse që Tarazë Alketa e ta shumë, thotë se kështu shumë është një thotë me djalin e Luçit, se ne kemi qenë komshi, me atë e vante gjyshja, këtë e vante gjyshja, e kupton? E qartë, kështu ma të rëgojnë Alketa. Po, edhe si përfundim, më tha mua keqë nëna ta o mere ta se unë kam nusën shtëpia, më duket të ishe fejuar martuar kunatja, nuk e mbaj mend se vite tash unë që mbaj mend se edhe më tha mua o mere ti ta në shtëpi ta se shtup keqë nëna ta, tash unë më maj, tash unë nuk di gjë më i motor, tash unë di se ke ty, tash unë jo ta, ajo rita me ato ta me çunin e Luçit ta, çfarë thotë ti tash unë po ta. E mora, me gjithë sa të e ka marrë këtu në shtëpi Bajamja, djali im punonte punonte më duket kamarier, apo shiste paketa dhe cigare, paketa dhe çorape, nuk e di, sepse buri im në 92 ma hoqën nga puna Bajamës, si socialist. E kupton? Dhe unë isha ai pas e kaloi në depresion, nuk ishte në gjendje pune, dhe unë punoja kamariere pas dite dhe para dite isha në punën e shtetit. Edhe që të shumere djali rrugë të keqe, u detyrova dhe i thashtë keqe në nashiti punon mami, thoshe unë 16 orë punon dhe ti që të mos merresh me rrugë keqe, se para dite ishte në shkollë, pas dite të merresh me një punë. Shuni, se jo të rinë të rrugëve, se në ato kohë ka qenë kohë e vështirë, ka qenë kohë e drogës, e shumë gjërave të këqija. Unë shqyqyr bile që më bindesh a i si fëmijë. Edhe donte dhe ai vetë, nëna ta, mami ta dhe unë dua një lekë, se jam në shkollë, sa gjithë i shofa me lekë. Okej, tashu. Edhe filloi të punonte, fillimisht shiste paketa, shiste mua ke mirë nuk po vinte, se vetëm ato që kanë të të ndojtë se s'dua t'i gjykoj, vetëm ata, po më e keqe që mos me të rrugë keqe, jo se përfitoja në djalin e ite. E qartë, ti more vajzën dhe dhëndrin në shtëpi, por çfarë ndodhi? Po, këtu kanë qenë dhe bile flinin të dy në tokë, që unë 2 divana kisha në kuzhinë. 50 metra katrorë Bajamja. Murim ka punuar në bashki, 82-92. Dore atë arkivën se arkiva ishte në pjesë dhe derisa unë linda Benjakot. Pastaj vajti bëri 3 vjetë kusht, kështu shetën asaj stash partie, kaloi pastaj 82 në bashki. Atje ai ishte njëri ndeshëm dhe nuk quti gishtin të vise ose të mete shtëpia me patë drejtë. E kuptoj, kushtet në atë kohë, gjithë shqiptarët nuk e kishin mundësi të kishin 2 dhoma e kuzhinë, e kuptoj. Por hera e parë le të themi që ti more vajzën me dhëndrin dhe jetoje me të. Por çfarë ndodhi në këtë jetesë? Çfarë ndodhi më pas në këtë jetesë? Me këtë filluam pastaj të hapi një kështu parukeri, se duart i ka flori. I kishte se tani si ka më. I kishte hapi një parukeri. I shoqi nuk punonte faktikisht. Kjo i kishte thënë që ne do martohemi, por unë do bashkohemi bashkë, po se ai kishte thënë që unë nuk punoj. Të mbaj unë i kishte thënë kjo. Okej. Këtë gjëra i di dhe e bia se ja ka treguar i jati. Nejse, e hapi një parukeri që dhe visha të gjeja. Edhe me shumë vështirësi, bile edhe kursin që e bori e ka bërë ke një grua këtu afër në lagje, ke dhe visha të gjeja, i kishte duar shuri, po të them, edhe e hapi lokalin aty, ato dyqanin, punonte nga një në kohën që punonte, pini nga një birë ato 2 aty, ato që fitonte, edhe ato dyqanin e bën dhe shtëpi.
E kupton, pagonin qerat e dyqanit edhe të shtëpisë dhe bëri të një dhomë. Kështu parukeri. E kupton? U larguan pastaj, shkuan atje te Dervisha DJ me shtëpi, me dyqan, me gjitha. Po një farë kohë pastaj që kjo ditë natën me të shoqen e kështu, unë dërgoja ditën gocën tjetër që të punonte parukere, se unë gocën tjetër e kam nëse njëta të gazin që del në televizor dhe që ishte ke BB-ja? Po, te Big Brother, po e njoh. Te Big Brother, po. Para një 2 vjetësh më duket, ai është kombinat. Dhe unë jam kombinate. Ajo thotë që unë kam pasaj buk, ne me gjithë nuk kemi që 10 kalamaj, po kemi pas një bashkë që të hanin 30 familje e një familje. Unë erdi për qesh aty. Unë s'kam më donuar asë njërë odete për atë zote për kopë të djalit të vetën që kam. E për shpirt aty vlajt që më është Bajame, 31 vjeç. e dashu Bajame, kur Alketa vajza juaj më rrëfeu historinë, marrëdhënie që kishte me ty, duke të treguar që ishe një nënë e dhunshme dhe unë u habita. Dhe Alketa tha që nëna ime ka qenë e dhunuar në familjen e saj dhe kështu sillej me ne. Si mund të vish të pyesësh në lagje, nuk është problemi fare të them se si jam modeta. Dërgoj një nga stafi, edhe pyet këtu në blok, në lagje, në shkallë. Unë kam vëdal nga dispanxeria me flet për minjoje, për pacientin dhe kolektivin. Por, e dashu Bajame, që të flasim sinqerisht të dyja. Alketa nuk është rritur nga ty, le të themi ka nisur jetën, martesën shumë e re, është shkëputur nga ty, ka jetuar vetëm pak kohë në shtëpinë tënde. Se kjo marrëdhënie vetëm me të shoqen, ka jetuar me shoqen dhe bile të dy pa punë fillimisht. Të dy pa punë dhe i ushqe me burrit të punë, i ushqeja me bukën që ndite djali dhe bukë me kratë e mia 16 orë. Dhe goca që ishte në gjimnaz, lante fshin të pason ato mreshin orën 12 të drekës. I qartë. Dhe kur vinte goca nga shkolla nga gjimnazi, refuzonte shtëpi ato në 2 shekët atyra. As 2 shekët do ngurinte. Desha të thosha që nuk i jetuar shumë me vajzën. Jo. Se kjo marrëdhënia juaj është kaq e vështirë. Kaq e vështirë odeta është sepse është marrë dhe është vjedhur dashuria nga persona që është rritur. Nuk është unë për shumë e kam vajtur besën time. Po të pyesësh krushkën, apo ish Zondrin, ti do thuash që unë nuk i kam bërë kur nuk kam folur kur keq për ta. As për ish gjyshen, të kësaj gjyshen e mbesës, sa që unë kur kam qenë në punë, ka ardhur babai i mbesës dhe më ka parë në korridor, ka sjell gruan e tjetër për vizitë, që akoma nuk ishte bërë me librim, por që i quhesh grua sepse kishte një shardane. Edhe solli për vizitë ka neve. Unë nuk e pash, ai doli nga dhoma dhe më ka hedhur dorën në qaq. Sa që kur më pa doktorim, më pa me habit, dhe që është kjo që të ka hedhur një djalë të ri ty edhe më pyti mua me shenjë që kush është ta shumë gabites, ai tak pasaj i dha dorën si duket dhe u habit të më thënë për mirësjelljen që për si ta thuash që ai ka për mua. Se dhe babin e gocës për të punë ka për strategji ka është larguar. Tash më vjen rënd që ti them këto fjalë. Alketa Po të duash është divorcuar për shkak të tradhtisë dhe me burrin. Alketa është divorcuar me burrin e saj që solli në jetë vajzën për shkak të tradhtisë. Po. E dashu Bajame. Që ai s'ka dashur të japi atë ndarjen, se kjo e kërkonte në fillim, dhe ai s'ka dashur. Dhe unë mendoja që me kalimin e kohës thosha desa nuk i jep të ndarjen, tash mos fajtojmë vrapë, kupton, me mendimin unë. Po pastaj u njoftëm edhe gjatë kësaj ishte domethënë që goca vinte nga gjimnazi e pulte dhe ishte i bukur shumë babai i Teës, ishte furi Alketës, edhe i thosha gjithmonë të keti mos e lës goca ta pusin. Jo, ndoshta mua ti është tale kombinati, po më vesh ti, kur erdhi fundi pastaj ata u lidhën, po kjo u largua më përpara, faktikisht. Të me drejtën, unë nuk mund t'i vë faj atit. Absolutisht atë fakt. E dashu Bajame, Alketa nuk e mohoi që vajzën e saj e ke rritur ti, e ke pranuar në shtëpi, por Alketa nuk e pranove asnjëherë. Ajo tregoi që babai ishte ai që më donte më së shumti. Jo, në shtëpi më jo me zemër, jo. Dita, dëgjoj Bajame. Gjatë kohës që imi shoq ka qenë në punë, edhe unë, edhe djali sa herë që vinte nga Franta, ne lanin rrozhet Alketës.
Odeta, të lutem Odeta. Të lutem Odeta të vish të pyesësh gjithë shqiptat këtu, ne kemi larë borxhet e Alketës djalit, domos sa i tha një herë atij zotërisë, të lutem ta mos u thuaj moca që të ka Alketa borxhet. Urdhëlloi këtë herën e fundit i tha djali dhe mua moca mos u thuaj ta. Alketa është madhore, ta le të punoj ta. E kupton? Edhe komshia e katit katët, atë ditë që ka ardhur ka për derën, thënë ta mua, i thash se nuk shkon ke dyqani i teja, i tash ka dhënë çelçet, nuk dua ta dua shtëpinë time. Shtëpia nuk është e jotja, i tash. Shtëpia është e imja, i tash. Ti ke vetëm 6 metra në atë shtëpi tash. Dhe ti kur ta unë dua ta në lekët, jo lekët nuk të japun, tash. Unë po mundohem, i tash, që ty ta shes shtëpinë time tash dhe ty të fush kokën brenda në shtëpi. Sa atë është barë për vajzën dhe për mua dhe për djalin. Deri unë kam rritur gocën me shkollë private, ajo unë e dëgjova atë, që thoshte na kërkon lekë të shkollës, absolutisht. Unë i kam blerë piano me vetes time këtu në shtëpi, i di gjithë lagja. E kam çuar në kurse gjimnaz, në kurse matematike, e di gjithë shkolla, shkolla ke shkolla prizreni këtu ke vjeçarja. Të pyesësh mësuesët për mua. Të pyesësh mësuesët për mua. Jo tjetër njeri, po vetëm mësuesët të pyesësh për cilën që kanë bërë me vesën. Të pyesësh gjyshja e tejës, edhe ty do të flasin ata. Përveç thot ajo e mbante po të përqefe, do të dukesh atë ka të me kohë ajo. Mua më quante gruan e babait ajo. Nuk më quante asnjëherë nën. Vetëm këtë duhet ta kesh të qartë. Mua më vjen keq që ajo është smur Odeta. Nëse ti do të mirën asaj, se mua s'ma ka vizuar as kush atë, sepse nuk pranon me asnjëri. I thuaj ke dëshirë të bëj një test alkooli? Ajo tha pina një gotë, ajo bëhet tap. Për ditë e ke tap. Për ditë po të bajamja. Sa që unë këtu në palatin tim, desha të hapja atë derën, t'i dija dhomën kësajt, koridorin edhe banjën. Dhe unë të merja kuzhinën, dhe balkonin të bëja banjo, bollishe për mua për një njeri, edhe balkonin ta ktheja në tualet edhe në dhomdushi. Edhe i thash komshive që kështu tha, baja me tha, ne për ty e bëjmë ta, ama për Alketën tha, do kemi taksirata, të dëgjojmë ta zhurmat e Alketës tha, që ajo tha do vi për në shpita, do t'i bie se ishte dera ime para që do hapje, ta se do vide. Ajo tha, edhe sikur tha, të ta lëm neve derën ty, ta hapësh tu tha, neve do dëgjojmë ulurim ata se nuk kemi taksirata. Vull kemi dëgjuar ta çdo 6 muaj, çdo 3 muaj që punosh me Alketën ta. Bile kur i sill rrobat, që i sill do më thot mua, që mama, unë tani dua t'i sill rrobat lartë. Por se e kam ikur nga shtëpia me qerat. Dhe gota veta do që të takoj dhe të thotë, do të marrësh vesh tamam se përzihet Alketa nga shtëpia me qerat, çdo 3 muaj se çdo 6 muaj, vetëm se zihet me komshit. Edhe komshit e tonë pronari, të lutem na i largo sepse na mori me qatë, zhurmë, bëm të, bën atë. Ajo shumë bukur fliste qeta të dite, edhe qante nga një qik, por ajo që tha Alketa, që edhe më prekur realisht se mua vjen gjyna nëse historia është kështu Alketës. Mua më vjen keq shumë, unë do të them në mënyrë shoqërore, si nënë, si gjyshe, si të duash ti, si femër, si grua, si të duash ti me unë nuk ta them për shembull për keq për Alketën, por në do ta ndihmoje në këtë formë. Vetëm ti bësh një vizitë të marrë një ekip. Kaq. Dhe Shubajame... Kjo është bëjë mira, që për shpi unë më mundohem vetë, ta shetë shpitime këtu në qëndër edhe ti ke pas kuqarë në lidhë, ku të ketë. Po nuk po dalin lekët që të shetë këtë, se këtë më ka dënë gjitha gjësit. Nuk të ble njëri 150 milion, edhe pse e në qëndër. E kuptoj? Të kuptoj. Nëse përse 125 milion, mua nuk ma blejnë. Edhe Shubajame, ajo tha që kam patur një periudhë të mirë, të artë, ku punoja, kisha para dhe nënës jepja para dhe ndihmoja. Kush? Alketa më tregoi. Kush punonte Alketa? Po, në një periudhë kam qenë shumë mirë me para, tha dhe ku punonte, sa vjeç është dhe sa vite punë ka? Odeta tu bëfsha kurban, ka punuar një 6 muaj që e futa unë në rroba qepsi. Ka punuar shumë pak parukire që punonte goca ime më shumë, ajo e vogla, pastaj kjo goca ime e madhja. Bajame. Edhe si përfundim pastaj debatoi me mua,
ju më vit në dyqanin, ju më bë kështu dhe do të thonë se po na kishte thënë një shoqja si bie, nusja i shokut të vllajt tim që më ka vdekur, vit kisha ardhur me dy flokut. Ne të dyja nuk ishim aty me Alketën, kishim dalë me një shoqen e kësaj, edhe ishte goca e vogël kjo. Tani është 44, po. Atëherë plas dhe kur ajo na kishte thënë 3 pica për të mbrëmë. Hamnon pica ta ju bëta blini pica vile këtë mia. Të thash ta Ana, sa Ana quhet e vogla. Të thash ta Ana që i ka sjell Silva, tha, jo i kam bleruar ta. Pasi hëngri mirë u kujtua pastaj që janë lekët tona. Jo, i tha Ana, ta i ka sjell Silva, ta unë Silva ju mori në telefon ta dhe ju thata që jemi të dyja bashkë. Edhe Silva ta mori 3 pica. Në të në Alketa i thotë kundërtat. Edhe atë ditë, mos kujto se ka qenë Ecëll. Se Ecëll nuk fleta, e disa e mirë që është Ecëll ajo? Ajo është Flori, e ka shpirtin. Flori, ajo kur ishte në gjimnaz, triko që i bëja unë me dorë, ajo ja falte shoqeve që i pëlqenin shoqeve. Dhe vinte mua me lecka në shtëpi. Ajo si njëri është shumë e mirë, vetëm s'është pa qef Odeta. Tashur Bajame, Alketa ka përfunduar në këtë gjendje për shkak se është përdoruese e alkoolit. Këto njerëzit që janë të dhimbshur, ose si të themon natyrë ndjeshme. Në natyrë ndjeshme, po shumë bukur. Natyrë ndjeshme, këto kalojnë shumë shpejt në depresion. E kupton? Kalojnë në depresion. Dhe depresionin kjo e mbulonte, mbase në fillim ka pas pirme të shoqën shumë, faktikisht. Të dy çdo sa fitonte, aq harxhonte. E kupton? Sa që ka hapur dhe një lokal, kur ka qenë shtazane me gocën, ka qenë nga ato lokali që thotë kjo ishte i shoku i vjerë e këshënë me qëra, s'është e vërtet, por që bjetizja e mamas burit, e kishte ajo rinde në burë dhe jepte me qëra, ja kështë lënë besës, vjerës të kësajt, dhe vjera ja kështë dhëmë tyre me 400.000 lek qëra. Dhe ato dyqan, ata punonin paradite dhe unë punoja bazite i ndihmoja, jo se ju merja lek, do të thënë rrogë. Dhe ato dyqan ato shisin paradite, merrshin fitimin, shkonin harxhonin pinin tuke Dervisha DJ-a, se mua fjala lagje më është nuk e di, e kam verem fjalën lagje, se 1-2 dëshkëmër lagje thoshin. Ja harxhonin lekët andej dhe nuk ishin lek për të mbushur dyqanin prapë me mall. Djali im që punonte kamarier, ja ka mbushur 3 herë. Edhe sa u mërzit, Morafika dhe ka lënë vitin e 4 në shkurt ka ikur, në qershor mbaron dhe viti 4 dhe ka ikur në Francë. Dhe në Francë ai ka marrë dhe Alketën, ka marrë dhe vajzën Besën dhe ju ka bërë letrat 6 mujore dhe Alketës nuk i pëlqente të jetonte në Francë. Fuste këmën në Balkë, që ato 4 orët e pembe, se Franca s'ka Balkë të rruga, po në ato 4 orët e pembe, dhe u tregonte shokëve të lagjes këtu në Dervisha DJ-a, shikoni si jetohet këtu, vetëm fshatarët jetojnë këtu. Domethënë, binjakët me që i kisha rritur unë jam fshatarës. Domethënë, kështu i thoshte mendja saktë. Edhe ka marrë dhe Besën, pavarësisht Besa ta nuk ka ardhur për mua jo nëna ta. Unë gjithmonë nuk kam dashur të rria tjeta, që të merrte malli për babin ta, por nuk ka ardhur për mua jo ta. Ajo ka ardhur se atje ajo shkoi me mua atje, vetëm unë e kisha çuar më përpara, shkova me Alketën në shtator, e çova dhe Alketën atje, pastaj më vonë pas 3 muajve ka shkuar një djalë që bashkëtonte. Ai nuk ju bën, domethënë nuk e futi letrën sepse nuk ato dokumentat, se e kuptoi që vajton deri në Bordeaux. Ke një nipim dhe nuk merrte dot letrat. Edhe me që do kthehesh ai u kthye dhe Alketa. E dashur Bajame, e qartë, kuptoj gjithë situatën që marrë rreth për minuta të tëra. Nuk bëheni dot bashk ti, djali, vajza Alketës. Vajza jo se nuk para vjen se ka fëmijët atje të vegjël. Ajo vetëm kur ka vdekur i ati ka ardhur, ka ndonjë 2 javë dhe pastaj erdhi mori shoqi me gjithë kalamajt se i kishte çu dhe iku. Ndërsa djali po vjen gjithë 2 herë në vit, vjen kur mbush për vjetorin e jashtë, vjen dhe në gusht. Ndërsa vajzës atje ja thash historinë dhe kur ka qenë atje Alketa, mi ka bërë të 2 fëmijë për hekra, të 2 binjakës. Nusës i ka të lëre, se shpot ajo e kam darur nusën, po nusës i thoshte kjo që edhe atje
i tha që ky ka dashur Rentjera, që djali po ta pyesësh son lagje, po jo Odeta, do të thonë djalë më të mirë nuk ka pasur dhe nuk ka këtu në këtë lagje. Desha të thosha, nuk bëni dot bashkë të gjithë për të gjetur një gjë të mirë për të tuar në spital, sa e vërtet ka nevojë për ndihmë. Dëgjoj, në nevojën për ndihmë ajo e ka. Dhe ndihmën ja kemi dhënë ana ekonomike, nga ana si ta thuash fizike nuk kam çati jap, sepse unë punoj vetë edhe sot e kësaj dite Odeta ka marrë me datën 3 dhe me datën 7 unë kam filluar punë në një klinikë private mbaj 4 plaka me demencë. Jeta është e vështirë. E kupton, ajo tot nuk kam nerva të punoj. Unë kam punuar deri vjetë, nuk shkoja ke djali. Unë shkoja në Zvicër që mbaja fëmijët e kosovarëve. Po deshet ja punemrat e kosovarëve edhe fol me ta. Alketa kërkonte një përballje me ju, kërkonte që të ishte përballë jush. Kërkon ajo të jetë përballë ne. Urdhë të vi në shtëpi bashkë me juve dhe të përballemi. Unë do doja një mesazh. Ke një mesazh që unë t'ja përcjell Alketës? Po, mesazhi është ky. Unë do shet shtëpinë dhe lekë në dorë nuk i jap. Se ajo do lekë të pi raki, Odeta. Unë lekë në dorë nuk i jap. Unë po bëj një sakrificë të jashtëzakonshme që më thonë të gjithë, marrëdhënia jote me Alketën ka qenë gjithmonë kundërshtare dhe ti prap lufton për Alketën. Është vajza juaj, e qartë. Dhe unë i kam thonë, ditë që e takova duke pirë një ujë, që kishte pirë një ditë edhe para dhe kishte qenë smur me tension. Kur pi, i hypën tensioni normal, i hypën te takikardia, se nuk është e vogël tani ajo. Ka mbushur po kalove 40-ën, dhe të jesh shumë e kujdesshëm me shëndetin. Se plus që është në gen që mua nga zemra. Unë kam pasaman, e kam unë, e trashëgon njëri nga fëmijët, ja që e trashëgon kjo dhe djali. Kështu që nuk kam çati bëj. Unë mesazhi im është ky, të mos pi alkool, dhe ja thash kur erdhi. Po ishte këtu, unë ja thash nga Sandra. Tash nëse do të rish me mua kur do vi unë, ja pa për derën me forcë. Me hepura me çfarë kishte bërë, kishin mbledhur gjithë komshit, ato mos i thanë mua. Jo unë komshit, ç'unë kisha unë vetë se çfarë po bëhesh në shtëpinë time, që e tha ajo mori komshin se të mori mua. Komshia e komshit të morën mua. Edhe më thanë bajame, po ta Alketa shtëpinë me forcë. Dhe unë e thash aty jeti, po këtu jam ta. Edhe nuk erdhi ajo nga shtëpia, por ajo kishte pojtoshe Alketa mos bëj kështu veprimesh se të denancon kushdo që tjetë të denancon, edhe ne si komshit të denancojmë. Që pa hapë të derën me forcë. Ta marrësi se je vajza e shtëpisë, po ti nuk e të drejtë të hapësh derën me forcë. E kupton? E qartë, mesazhi jot është që Alketa Alketa është lojë pijen. Ta shikoja mbrëmje ishte bërë Odeta Luç. Luç po të thotë jamja. Kur flisten se ajo shoqja e gocës, e Besës, komunikonte me atë. Goca Besa komunikonte me të shoqën, se vetëm të shikojë mesazhet që i dërgonte ajo zonja, të Alketës, ajo goca, të Alketës. Ja dërgonte, i thashë atë, që lutem mos të më nervozu goca, që zakonisht Besa. Atë që nga me, tash unë s'ka dalje. Unë gjithmonë mile, ajo nuk më ka dashur asë dhe njerë. Kur ka ardhur që vinte, ti e gruaja e babit, Moja Alketa i thashon. Po ti e gruaja e babit tu nuk të rrisë fëmijën ty, se nuk jam budallaqe, i thoshe. Nuk jam budallaqe, të jem atuar me bajnë tënë, edhe të rrisë fëmijën tënë. Se me kush je ti? I thoshe, ti në qëse unë jam gruaja e babit tënë, mos të kam asgjë ty, unë jam mirë ka jote. E qartë, mirë, fakti që nuk kemi rritur me njëra tjetër. Me qende private, jo qende shtetërore, me kopës private, shkollë private, me kurse private, me piano në shtëpi, s'është ajo më, kush është ajo njerëz që bëka kaq e fortë. Jo, e qartë, bajame, ti je sigurt që është vajza jote, e ke mbajtur 9 muaj në bark. Po, e kam mbajtur 9 muaj në bark, edhe unë e di që kam hequr në lindje një. E mësuar në 7 mëngjesit, e kam lindur në 7 darkë. Thjesht fakti që nuk e mundur dot të arritësh atë vajzë, ka munguar kjo dashuri dhe ajo të thua nusën e babait. Është fatale. Kam qenë zonja e vetës. Unë jo 3, po dhe 13 ris. E kam gjatë në stina. Po mua ma kanë marrë gocën me zorë. Pik. Mua Alketa ma kanë bajtur me zorë. Me zorë, po të dhe mja për shpirë ati vajtë që jashtë më shtetë të koska 31 vjeç.
Kam ikur nga vjera duke qarë. Për gjithë historinë tënde, historinë e vajzës tënde Alketa, unë falenderoj. Historia ajo ka dy njështër, ajo janë tralla ashtu si që të ti. Tralla dhe trallat e hidhura, ashtu si që janë trallat. Me i rushet e me këto. Ajo i ka të gjitha nga fia, Odeta. Dhe Alketa zotituar vetëm kështu. Atë një godë që tha, nuk pi një godë, po pi 29 vira. Deri aty ka arritur para sa viteve, tash nuk e di sa pi. Po atëre kur kishte një shtëpi me qerak këtu ke më dëgjon? Të dëgjoj. Që kishte një shtëpi se prandaj ka hyrë në Burg ajo prishte qetësin në ke kjo dervisha të gjeja dhe lagja, ku di unë kush ishte ngritur dhe kishte thirrur policinë. Dhe kjo kishte një makinë, po që nuk kishte patent, edhe i jepte makinën së patent dhe kishte ndaluar në një aty në lagje, dhe kishte ngritur me telefonin në ora 4 e mëngjesit. Edhe faktikisht kishte ardhur patrulla e kishte marrë. Kjo kishte sharë, se ishte e pirë, edhe i kishin dënuar, e kishin vajtur 3 ditë në rajon. Atje në drejtorinë e policisë. Pastaj si masë i dhanë arrest shtëpie. Për që i dhanë arrest shtëpie ne shkonim gjithmonë. Edhe kjo zbori në një taku aty, edhe ndori ky pronari, edhe shkoi në lagjen 10. Edhe ishte nuk ishte treguar për shkak që ka ndruar shtëpi. E kupton? Qartë. Edhe në kohën që kjo po përsëri kishte qenë, domethënë, kishte ikur nga lagja vet, rastësisht me shtëpi, po vetëm që shkon në një 20 vjetori, nuk e di pse. Dhe kishte kërkuar një taksi me zor, si taksixiut. Dhe ky taksixiu kisha habitur, domethënë që si kërkon ti taksi me zor, nuk dua, ishte dhënë që pakta, edhe si kishte planuar. Dhe ky taksixiu pastaj shkoi në rajonin 2, dhe i thotë shumë thotë është një femër e dhëur, thotë, ama thotë se mos çepur thotë don patjetër të vjen taksi. Del polici që ishte roje, e merr dhe e çoi në spital. Kjo nën Tereza. Atje në mëngjes do i kishte bërë gjatatës së rrume gjëra që i bëjnë, po pa na lajmëruar ne as kërkonin as vajzën as neta. Nëse ngrihet të nesër në mëngjes dhe përplaset me nipin e atij që ka qenë deputet Rajës. Ai tap me drogë, kjo tap me raki. E kupton? Ai e gacon duket kjo i juan makinës veshken, edhe ishin zënë, por nuk është futur në burg për këtë gjë. Për Rajën. Kur na i hapën, se ishte gusht atëherë, ne ishim në plazh me gjithë djalin, edhe qetin e kishim me vetë atje, me gjithë mbesën e me gjithë familjen e nusë e djalit, me nusën e gjithë. Vinë në Tiranë, del djali i djalit, mbesa, edhe qeti, edhe dalim me makinë. Edhe kur bëjnë një kontroll, e thotë, ne të kërkojmë në qenë, thotë ti që ke kësu, i thotë, të edhe kapin, e marrin në rajon. Dhe unë kam bërë gjithë atë, po tire në rajonin 4, i thash ju, se unë nuk e dija që ajo ishte arrest shtëpie, i thash, lutem, thash, edhe ta haj drun gota, thash nga një kriminali, thash dhe ju vetë ma fusin burg, dhe ishte televizori sa gjysmë e mujt. Edhe unë shaj e di Ramën. E ka bërë burgun se ka thyrë arrestin e shtëpisë, e qartë, e kuptueshme. Për këtë, unë e dija për këtë, për rrafjen e këtij Rahmait. Jo, më tha, i kishte thënë djalit pasaj, dëgjoj djalit, ishte thënë shumitima i shefi i pavionit, i kërmas të mos bërë taksi kot, sepse nuk e kemi futur për vrapjen e atit, por është në kërkim, sepse ka qenë arrest shtëpie. I kishte thënë djalit, po ne dim se sa seroni gjithë, por na i morë si një zog vajzën dhe na i futur, po tha, po ne nuk kemi ku të gjejmë juve ata. Me që ishte me vajzën e vetë ajo dhe me djalin e djalit, ata e rrën ata neve, që kështu. Mua nuk më vjen mirë, për shumë që të flas edhe më gjatë, edhe ti lodhesh, edhe shumë nuk kam dëshirë të them për vajzën time, se me zi e kam dhe pa qef, se ti që e rregullt, ja kishe gatitur unë. Kishe gatitur në kuptimin e kësaj që ti thosha si vajzë, je në rregull, po, shko puna. Është pa qenë dhe s'kam sa t'i bëj. Kjo është e gatitura. Mirupafshim, të përshëndes. Shëndetë dhe gjithë të mira të Odeta.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini, jam live ora 10 me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.